Mendoni se ka harmoni fetare në Shqipëri? Mendon ti që ka? Atëherë mendoj që ka harmoni fetare për faktin e vetëm sepse në Shqipëri nuk vjet re asnjë konflikt, siç po ndodhi jashtë, sepse shohim shumë shembuj që ka lufta dhe kjo për shkak të besimit të tyre në fe. Mendoj se ka harmoni fetare sepse po mos kishte, do kishte kontradikta midis feve, musliman dhe të krishterë. Po në Shqipëri nuk ka kontradikta deri tash, mendojmë se plus që dhe Shqipëria është një nga vendet që ka harmonia fetare ndjehet ose dukshme ose dallues. A mendoni se ka harmoni fetare në Shqipëri? Nuk merren fare me ato gjëra o çu. Po mendoj që ka se shekuj kanë qëndruar shqiptarët dhe shqiptarët muslimanë me ortodoksët. Kanë bashkëjetuar, kanë bashkëpunuar, kanë bashkë biseduar për hallet e tyre, të gjitha, ka. Edhe ka dhe s'ka se Shqipëri shutër. S'ka besim këmishin që në trup. Problemi i harmonisë fetare nuk është aq i thjeshtë sa që dim ne, sepse ne e marrim sikur historikisht kjo gjendje ka ekzistuar dhe për më keq e marrim edhe si një veti gjenetike të shqiptarëve. Këto janë për mendimin tim mite, është një mitologji për sa i përket këtij fakti, pra, i harmonisë fetare, por sigurisht që ndoshta për arsye të rrethanave të ndryshme historike nuk ka pasur konflikte të përgjakshme fetare. Këtë mund të themi, por nuk mund të themi a priori që ka pasur një harmoni fetare absolute. Arsyeja që mendoj këtë është sepse nuk ka përplasje midis grupeve të ndryshme fetare, ne edhe paktën nuk kemi dëgjuar ose nuk kemi parë deri më sot që këto përplasje të jenë domethënë aq të rrezikshme sa të krijojnë një problem domethënë shoqëror në gjithë Shqipërinë. Kështu që mendoj që ne deri tani kemi harmoni fetare dhe besoj se kjo harmoni do vazhdojë edhe më tej. Normalisht ka harmoni. Se mendon që ka? Po nuk njihet shumë kjo lufta, si me thonë, nga njerëzve të feve të ndryshme, nuk parashikojnë njëri tjetrin. Si mund të përgjigjem kësaj pyetje? Si mendon ti? Unë mendoj se ka. Sepse këtu në Shqipëri më të nashin ndar vendet që janë të lejueshme të gjitha llojet e feje dhe besoj se ka harmoni. Po si mas leje sepse i ka bekur Zoti. Në Shqipëri bashkëjetojnë 4 fe: muslimanët, ortodoksët, bektashin dhe katolikët. Në vendin ku dikur predikoi Shën Pali kanë kaluar shumë pushtues, kultura, stuhi të kohrave. Të gjitha këto kanë lënë pas një mozaik të çuditshëm, një vend ku jetojnë në harmoni 4 besime të ndryshme. Një eksperiment i historisë që çudit shumë kënd, madje nganjëherë edhe shumë shqiptarë. Base shembulli më tipik i marrëdhënieve të shqiptarëve me fen, është vetë heroi kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ky lindi si ortodoks, u rrit si musliman dhe vdiq si katolik. U nderua dhe nderohej po njësoj nga të gjitha besimet që ekzistojnë në vend. Për shumë shekuj, Shqipëria qëndroi nën perandorinë bizantine. Ortodoksia u bë fe sunduese në pjesën më të madhe të territorit. Kisha autoqepale ortodokse shqiptare u krijua vetëm vonë, në fillimet e shekullit të 20, por shqiptarët nuk e ngatoruan asnjëherë fen me kombin. Një pjesë e madhe ortodoksëve shqiptar ishin nga aktivistët më të shquar të lëvizjes patriotike për pavarësi nga perandoria osmane.
أشهد أن محمد Korça është një nga qendrat më të rëndësishme të ortodoksisë shqiptare. Metropoliti i Korçës, hirësia e tij Atë Johan Pelushi, ka një histori të veçantë. Ai ka lindur në një familje bektashiane, është rritur në një sistem ateist dhe tashti është një ndër prelatët më të rëndësishëm të kishës. Besoj që sa herë flitet për bashkëekzistencën fetare, Shqipëria mbetet gjithmonë një vend unik. Të paktën në njohuritë që kemi ne rreth zhvillimeve të ndryshme të bashkëekzistencës fetare. Në Korçë, ashtu si gjithë Shqipërinë, është zhvilluar një traditë e gjatë, një bashkëjetesë jashtëzakonisht e mirë, dhe jo vetëm thjesht bashkëjetesë duke toleruar njëri tjetrin, por duke respektuar, duke bashkëpunuar, duke i parë njëri tjetrin pa ndonjë ndryshim thelbësor. Dhe kjo ka bërë që njerëzit të ndjehen të tensionuar nga këto probleme. Merita kryesore gjithmonë i takon popullit, por padyshim merit kanë pasur edhe klerikët. Asnjë klerik kanonik nuk ka dalur ndonjëherë të flasë kundër komunitetit tjetër, sepse është lehtë të mbjellësh farat e urrëtive, por shumë vështirë të ndërtosh urat e dashurisë. Unë personalisht kam miqësi si me Meftiun e Korçës, ashtu edhe me gjyshin bektashian të zonës Korçës. Dhe kjo nuk shtrihet vetëm thjesht në takimet institucionale, por shtrihet në takimet personale, në miqësi ndërmjet njerëzve, vëllezërve të një vendi, të cilët jetojnë në të njëjtin vend dhe kanë interesa të përbashkëta. Kjo e forcon akoma dhe më shumë bashkëekzistencë. Edhe njerëzit, besimtarët tanë, duke parë që ne jemi së bashku, shpeshherë, duke pirë në një kafe, duke biseduar, duke bërë këtë, mesazhi që përhapet është mesazhi i respektit dhe i dashurisë për tjetrin. Padyshim dhe ndarja e Shqipërisë në 4 komunitete kryesore tradicionale fetare ka arsye të veta historike pse ndodhen, të cilat ndoshta do kërkojnë një kohë gjatë për të shpjeguar, dhe bashkëekzistenca dhe mirëkuptimi ndërmjet këtyre 4 komuniteteve ka arsye të veta historike. Një nga arsyet kryesore është që duke qenë të njëjtit popull, duke pasur të njëjtin gjuhë, e ka lehtësuar bashkëpunimin dhe dialogun. Dhe unë besoj që megjithëse ndryshimet e mëdha fetare të 4 komuniteteve, përsëri mbeti diçka e përbashkët në psikologjinë dhe kulturën e tyre, në mënyrën e të jetuarit, në mënyrën e të menduarit, nuk patin ndryshime radikale. Padyshim nuk mbetën të njëjta, se çdo besim u prek nga teoria e besimit të tij, por nuk ndodhen ndryshime radikale që të formonin ndërgjegje kulturore kritikisht të ndryshme, siç ka ndodhur në disa vende të tjera të Ballkanit. Duke pasur këtë lloj mënyre psikologjike të njëjtë menduarit të jetuarit, kjo e bëri akoma më të lehtë bashkëpunimin, sepse mund të bashkëbisedosh shumë lehtë me një person që nuk ka ndryshime të mëdha kulturore ndërmjet njëri tjetrit. Dhe unë besoj të gjitha këto kanë ndihmuar për ta mbajtur gjallë frymën e bashkëekzistencës dhe frymën e dashurisë ndërmjet njëri tjetrit. Ju keni një histori fetare disi ndryshe nga një klerik tjetër, pensoj. Jeni lindur në një familje me origjinë muslimane, jeni rritur në një periudhë të ateizmit shtetëror, dhe tani jeni despoti i Korçës. Mund ta përmbledhni këtë histori fare shkurt? Familja ime vjen nga një familje tradicionalisht bektashiane, por jo se praktikoj shumë besimi si çdo gjë në atë kohë. Udhëtimi im fetar dhe shpirtëror ishte më tepër një udhëtim personal i imi, për arsye që askush nuk mund t'i shpjegoj dot, as unë nuk mund ta shpjegoj dot pse besova dhe pse u lidha me këtë gjë, është një zhvillim i brendshëm shpirtëror. Të shpjegosh besimin, do thotë shpjegosh Zotin. E të shpjegosh Zotin duhet të jesh të paktën i barabartë me të, po duhet të jesh mbi të. Kështu që besimi gjithmonë mbetet një mister. Edhe është një raport personal i çdo individi me Zotin. Në vitin e largët 1479, ushtria më e madhe e kohës, e drejtuar nga Sultan Mehmed Fatihu,
shtiu në dorë bastionin e fundit të rezistencës së gjatë të shqiptarëve, Kështjellën e lashtë të Shkodrës. Ky pushtim do të vazhdonte afër 500 vjet. Pak nga pak, myslimanizmi nisi të bëhej një fe mbisunduese, por se edhe këtë herë, ndryshimi i fesë nuk arriti të ndryshojë tiparet kombëtare të shqiptarëve, gjuhën dhe zakonet. Në veri të vendit mbijetoi komuniteti katolik, një grup i madh njerëzish të lidhur fort me malet e tyre. Sot, Shkodra i ngjan një mozaiku fetar, askund tjetër, mbase vetëm në Jeruzalem nuk mund t'i gjesh kaq afër minaren dhe kryqen katolik apo ortodoks. Është për të falenderuar Zotin për këtë dhunti të madhe në shumë dhunti të tjera që i ka dhënë popullit shqiptar, që besimet fetare krijojnë një mozaik të pachmoshëm në traditën shqiptare të marrëdhënieve ndërfetare. Marrëdhëniet e besimeve fetare në Shkodër janë në nivel do të thoshëm të jashtëzakonshëm për vetë histori. Ne trashëgojmë prej historiet, prej paraardhësve tanë këtë vërtet që është bashkëjetesa fetare. Dhe prandaj do të thosha që në detyrën e çdo kleriku, të cilit do besim, është pikërisht domosdoshmëria e përçimit të këtij amanetit edhe tek brezet e tjera. Historia e popullit ton dëshmon se burra dhe gra arritën të japin jetën si me lej për virtytet e nalta të kanonit besimtar. Populli në Shkodër, qytetarët shkodran, familjet shkodrane, kanë jo vetëm miqësi, por kjo miqësi është lidhur edhe në martesat përzime, dhe ku marrëdhëniet, ku marrëdhëniet ndryshme dhe lidhjet e forta të tilla nga një elementet që populli jon i ka trashëgimu gjithmonë prej brezave. Përveç kësaj, masanej në nivele hierarkike, ka një marrëdhënie do të thosha tepër të pëlqyeshme. Marrëdhëniet janë gjithmonë të mira, por të i kanë se jemi të thirrur prej Zotit për me kanë të gjithë të shajt, duhet t'i përsosim gjithmonë. Asnjëherë nuk mund të themi mjaftueshëm. Por megjithatë ne kemi marrëdhënie tradicionale, ato që janë vizitat e nërsjallta për festa, kur ne kemi festa, besimet e tjera fetare vijnë, ne vizitojmë komunitetet fetare, kur titullarët ndryshojnë, kemi gjithmonë vizitat e kortezisë, të miqësisë, por edhe si klerik jashtë kësaj atmosferet zyrtare të paraqituni, ka shumë momente vllaznore, ma i mend për shembull ku kemi ba jo vetëm naje kështu vllaznore, por edhe ndeshje sportit, një disk klerik dhe e bame në mënyrë tillë që me kanë gjithë pitu u përzime. U përzime priftri e hoxhallar zbashkut, ishin një skuadra mikse, dhe fitune ma të mirë, dihet, por do me thanë, tosha pikrisht këtë aspekt të jetës që nuk nalet vetëm në elemente të jetës zyrtare, por që përçon këtë dashnie, këtë harmoni deri në nivele vllaznore. Muftiu i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari, ka lindur nga një martesë e përzier, nga një baba musliman dhe nga një nën katolike e konvertuar më pas në Islam. Sigurisht që është një nga njerëzit më të përshtatshëm për ta pyetur për marrëdhëniet mes komuniteteve fetare. Ajo që natyrshëm mund të themun në lidhje me këtë pyetje është një realitet i cili përjetohet dhe jetohet çdo ditë në mesin e qytetarëve të Shkodrës, përfaqësues të besimeve të ndryshme, që është harmonia dhe bashkëveprimi paqësor dhe i natyrshëm në mesin e tyre. Realisht përveç kontributit të çmuar dhe shumë të rëndësishëm
të komuniteteve fetare dhe prinzve të urtë dhe të aftë të komuniteteve tona, unë mendoj dhe besoj se fryma e harmonisë dhe e bashkëpunimit, e bashkëveprimit, e bashkëjetesës në mesin e muslimanëve dhe të krishterëve në Shkodër është pjesë e natyrës me cilën lindën, është pjesë e natyrës me cilën punojnë, është pjesë e natyrës me cilën zgjohen dhe bien çdo ditë dhe çdo natë. Marrëdhëniet ndërmjet institucionit të myftinisë me institucionet e tjera fetare e tejkalojnë nivelin e marrëdhënieve zyrtare në realitet. Domethënë përveç takimeve me rastin e festave, angazhimeve të ndryshme që kemi, ne takohemi edhe në darka miqësore, takohemi me raste festash. Para një jave unë ftova në një darkë miqësore përfaqësuesit e kishës katolike dhe kishës ortodokse së bashku. Ne edhe dhe kalum një orë shumë të këndshme larg zyrtarizmave, si miq të vërtet, po edhe si vëllezër që na bashkon në gjuha, na bashkon në gjaku, na bashkon kombi, na bashkojnë interesa, edhe përtej interesave të ngushta ndoshta të fesë njërit apo tjetrit. Kjo situatë e mbarë të themi. Ju më zdoni se do vazhdoj, ose që duhet bërë që kjo situatë të vazhdoj, që mos cënohet diku. Absolutisht, unë jam i bindur që kjo frymë e mbarë, si kurse edhe ju më thoni, është pjesë e një shpirti që ne kemi trashëguar nga të parët tanë, po është një angazhim i sinqert i secilit prej nesh për të mbrojtur këtë realitet hyjnor, këtë realitet paqësor, këtë realitet të shtrenjtë, me të cilin ne edhe si shqiptar mund të mburremi kudo që të jemi përpara çdo komi, përpara çdo realiteti. Dhe mendoj se është detyrë e përfaqësuesve të institucioneve fetare, e myftiut, e arshipeshvit, e famulitarit, që këtë frymë ta përcjellim dhe ta përhapim me të gjitha format. Ne edhe nëpërmjet shtypit ton po përpiqemi që në momente të saktume atë çfarë Kurani na urdhon dhe atë çfarë profeti Muhammed alayhis salam e ka praktikuar në jetën e tij të përditshme, ke përcjellim edhe besimtarëve tonë, edhe si vlera islame, por edhe si vlera të shtrenjta kombëtare tona si shqiptar po edhe si besimtar. Sikurse e shikoni në kokë të kësaj gazete, ne kemi vendosur takimin që ka zhvilluar Papa John Paul II në Damask në vitin 2001, por shprit nga kryemëfiu i Sirisë, një ndër figurat më eminente të botës islame. Mendoj se kjo është një frymë e mbarë dhe një obligim dhe një detyrim dhe sa fetar dhe hynor, aq edhe qytetar dhe kombëtar për ne si musliman po dhe si shqiptar. Bektashizmi është një nga degët më të hershme të islamit. Në Shqipëri ai u ngulit fort i sjell këtu nga pasuesit më të vendosur të Haxhi Bektash Veliut. Pasuesit e tij nderojnë Imam Aliun, dhëndrin e Muhamedit, dhe përkujtojnë çdo vit masakrën e Karbelës apo Qerbelas. Ritualet e tij janë të ngjashme me shiitët, por se ndryshe nga ata, bektashizmi shqiptar vën në rend të parë ateon dhe pastaj besimi. Bektashin dhe klerikët e tyre kanë qenë gjithnjë në krye të lëvizjeve patriotike. Në Tiranë është kryegjyshata botërore e kësaj feje. 4 komunitetet fetare, në së fundmi janë bërë 5 bashkë me protestantët tani, ka një marrëdhënie të shkëlqyer midis tyre në drejtim të dialogut të gjitha marrëdhënieve ndërfetare. Dhe ky është një virtyt i 4 komuniteteve i cili nuk është sot, nuk është në këtë kohë, është prej shumë mund të themi vitesh edhe një kohë shumë të gjatë, e cila është me shumë breza përpara. Për ta ligjëruar midis nesh, 4 komunitetet vendosën krijimin e Këshillit Ndërfetar. Këshilli Ndërfetar është institucioni i cili, si thosh, i bën takimet midis tyre, ka program, ka projekte për të mbështetur, për të zhvilluar programe të ndryshme të 4 komuniteteve. Dhe kjo ka sjell atë që ka këtë vlerë, si thosh, për ta ruajtur dhe për ta zhvilluar më tutje në brezat e ardhshme, ku kemi shkëmbyer eksperjenca dhe kemi dhënë modelin tonë. Modeli i Shqipërisë është quajtur modeli në të cilin duhet përqafuar jo vetëm në Ballkan, në Europë, por edhe në botë. Dhe pikërisht për këtë, kryegjyshi botëror i Bektashive, Haxhi Dede Rashad Bardhi,
dëshironte që të lente një institucion këtë vepër që kemi mbrapa, të cilën, si tush, do ishte pjesë e organizimit të muzeut të bashkëtesës fetare të kryegjyshatës, ku tregonte të gjitha marrëdhëniet tona me 4 komunitetet. Dhe neve kemi pas kënaqësinë të zgjedhim edhe sekretarin e përgjithshëm, i cili është konkretisht protestant, dhe kjo ka qenë kënaqësi që të shtojë edhe një komunitet. Dhe me hapjen e sinagogës të hebreve në Shqipëri, Bektashit dhe komunitetet e tjera e përshëndetën me shumë kënaqësi që mund të kemi marrëdhënie të shumta ndërfetare. I am extremely happy and I would like to thank my beloved brothers here. Unë jam shumë i gëzuar dhe do desha të falenderoj edhe vëllezërit që ndodhen. That for so many years we are really one family. Sepse për gjithë këto vite kemi qenë me të vërtet një familje. And this radiates, I think, all over here the country. Dhe kjo patjetër rezultohet në të gjithë vendin tonë. And also radiates in the whole Balkans. Dhe gjithashtu rezulton edhe në të gjithë Ballkanin. Unë kam theksuar vazhdimisht dhe vazhdoj ta theksoj se ky mirë kuptim ke harmoninë ndërfetare nuk është frykt ose merit e udhëheqësave e neve, komunitetet fetare. Ai ekziston tek populli. Unë mendoj se këtë këshill ndërfetar të Shqipërisë, siç tha zotëria, që këtë harmoni nuk e krijuam neve, e gjetëm, e kanë kriju brezat tonë. Neve e shtym më përpara dhe e zyrtarizuam, ashtu i dham një status juridik. Unë mendoj se këtë duhet ta shtym edhe më tutje, sidomos me këshillin ndërfetar ballkanik. Neve gjithmonë lutim Zotit, jemi gjithmonë këtu të bashkuar me jetëtin, se kur të dalim para tek Perëndia, se jemi gjithë një zot kimi, s'kemi dy. Edhe ne si kena të ardhfres jemi bashkuar me jetëtin. Kur jemi në të bashkuar, është e pa bëjë bashkuar. S'kemi dalim faqebartë para Zotit fuqishëm. Shpati është një krahinë malore krejt në qendër të Shqipërisë. Këtu, përgjatë shekujve kanë ekzistuar besimtarë të çuditshëm. Në shtëpi ata ishin kristianë, përballë shtetit osman ishin deklaruar mysliman. Kështu lindën njerëzit me 2 besime dhe me 2 emra. Një Mustafa ishte njëkohësisht edhe një Mihail, një Ana ishte njëkohësisht edhe një Hava. Kjo ishte mënyra që gjetën shpatarakët për të shpëtuar xhizës taksës së rëndë që u duhet të paguanin të krishterët në perandorinë osmane. Kjo traditë e 2 besimeve, kriptokristianizmi, vazhdoi gjatë, por thellë banorët ruajtën besimin e tyre të vjetër. Jo më kot në këtë anë punoi Onufri, ikonografi më i zgjuar i shekullit të 16. Karina Shpatit gjatë sundimit turk ka qenë një karinë autonome, me vetë qeverisja. Besimi i shpatarakëve ka qenë ortodoks. Por ishte një karinë e varfër. Si e tillë, ajo pagunte edhe xhizën. Për të shmangur kësaj takse, ata filluan të kthejnë emrat në mysliman, por kjo fillimisht ka qenë vetëm i pari shtëpisë, pas edhe personat të tjerë. Ky fenomen ka ndodhur rreth viteve 1770 dhe ka vazhduar deri nga fillimi i shekullit 20. Aty përfundon. Për shembull, në familjen time kam gjyshin që më menu ka pas 2 emra, edhe Andrea edhe Vel. Por mbas shekullit 20, në fillimin e shekullit 20 nuk ka pas një fenomen të tillë. Tu u eliminua pastaj kjo ishte. Ata të parët e besimeve fetare në Shqipëri janë miq, vërtet miq.
rinë shpesh bashk dhe diskutojnë për punët e perëndisë, por edhe të njerëzisë. Mbas tyre në lagjet e thjeshta të qyteteve shqiptare, njerëzit e të gjitha besimeve përzihen bashk në një jetë të paqët. Populli 700 milionësh kines, që është bërë akoma më i fuqishëm nëpërmjet kalitjes në revolucionin e madh kultural proletar, do të qëndrojë në çdo rrethan, pa u lëkundur në anën e popullit të vëllaz shqiptar. Një marrëzi importuar nga revolucioni kulturor kines çoi në një gjë të padëgjuar në mbylljen e kishave dhe xhamiave dhe në ndalimin e predikimeve fetare. Populli i kryeqytetit përshëndeti përmbajtjen e zgjat me rëndësi botërore të telegramit që shokët Mao Zedong, Lin Biao dhe Chuen Lai i drejtuan popullit ton. Me mira klerike besimtarë u dënuan në përburgje apo u ndërnuan. Prafër një çerek shepulli, besimet fetare u strukën vetëm ndër vatrat e shqiptarëve. Si për çudi, marrëzia e komunizmit i bashkoi edhe më shumë njerëzit e thjeshtë të katër besimeve. Jeta nën komunizëm, lëvizjet e detyruara të popullsisë, mënyra kolektive jetesës, i shtuan edhe me martesat e përzjera. Paqja fetare kishte triumfuar edhe në kohën më të errët. Vuajtja i kishte afruar njerëzit. Pastaj në 1990-ën, erdhën ndryshime të mëdha dhe shqiptarët nisën të ushtrëngonin duart të dërguarve të Zotit. Erdhi koha që të dërguarit e Zotit të vinë në truallin e ateizmit. Papa Gjon Pali II dhe Nën Tereza, lindur në Trojë shqiptare, i dha bekimin vendit të lashtë. Tani, të gjithë bashkë nuk kanë më frikë të thonë mendimin e tyre. Besoj, po nuk para të jam i ndarë. Unë dhe më vetë jam bektashi. Edhe ne mblidhemi një herë në vit në malë të mori që i në të që. Ju besoni në Zot? Po si, unë jam e kristane. Besoj. Ju besoni në Zot? Sigurisht që besoj. Kam respekt për fen, po mund të them që edhe nuk besoj, po respektin e kam. Jo, unë nuk besoj. Pa, besoj. Zotin po. Zoti, sa im ka kryer, a i do më kalbi, a i t'i gisa. Vetëm a i. Pa ropin e pa ham njërë tjetëri. Që po presim ne? Besoj, por nuk frekuentoj do më thënë këto objektet religiose. Po, besoj. Për Zotin e besoj. E besoj. Po që mbi të gjitha është një Zot dhe tek ai duhet besoj.